Për ditë të keqe i bën. Po i bën për ditën e tyre. Domethënë ai sherifi i qerdhi. E mendonin që sherifi mori parat, bëri punën e tij si për ato zgjedhje sa mundi, u largua, ju tha që ato që u tha, domethënë ju se fitoni dot pushtetin në kushtet kur jeni. Rriti në një farë mënyrë ai entuziazmin dhe i vajti Berishës 500.000 votësh. Gjë që nuk ka për të vajtur më, po ti prapë në të njëjtat kushte. Tani edhe një herë, ti po thua zoti Bekoj që nuk ishte hequr. Po nuk ishte hequr, se po të ishte hequr do ta kishim marrë vesh. Po ata thonë që punë është hequr, po do bëhet publike. Ata thonë që bëjnë si të përmbajtur tani, se më parë ishin më tepër entuziastë, domethënë lëshonin më shpejt entuziazmin. Por e kam lexuar statusin në Facebook të anëtarëve të PD-s. Që kam marrë vesh unë që është hequr non grata. Kur të hiqet non grata do marrin vesh. A mund të hiqet non grata? Fakti që ju Dodik në Bosnjë, mund të hiqet, por konteksti në të cilën ju Dodik dhe arsye pse ju hoqën atij me të Berishës janë krejt ndryshme, sepse Bosnja Hercegovina futet në geopolitik si emergjencë. Do të thënë është ndezur llambe kuqe për konfliktet që ka Bosnja për shpërbërjen e rrezikun e shpërblerjes së tij. Shqipëria nuk futet dot. Si ka marrë Berisha me administratën e Trump? Tani Berisha jo, po të tjerët brenda Partisë Demokratike kanë marrëdhënie me administratën Trump, janë ftuar disa herë si në Kongres edhe në takime. Edhe këtu ambasada ka kontakte. Do të thënë edhe këtu kanë kontakte, pra me Partinë Demokratike nuk kanë gjë dhe lajm i mirë kjo se njerë u fol që po të vazhdonte administratën pashme mund të ishte penalizuar edhe PD-ja, se disa kushte si parti që bën veprime antikushtetuese i ka. Dhe të nxjerrë jashtë ligjit ai se ka një ligj për partitë politike. Si mund dalësh ti të thuash u do bëj revolt faqësore të dhunshme. Të armatose, më fal. Se pastaj e korrigjoj. Se foli ajo 90 djegje një në radhë parë Berishës, pastaj. Tani kam disa foto dhe do t'i komentojmë bashkë. Lutem regjia. Tani këta janë kryetarët e Partisë Demokratike. Azem Hajdari, se thot njëri Landi, e ke vënë këtë? Kryetari i parë është Azem Hajdari. Jo, e thonë ka krijuar PD-n Sali Berisha. Sali Berisha erdhi e gjeti të krijuar PD-n. Kryetari i parë i Partisë Demokratike është Azem Hajdari. Ai ishte komiteti provizor. Po, është ai kryetari, është kështu. Bile dhe Meksit, se ju i keni trajtuar këto gjëra, Meksit ja mori siç ja mori Lenini Trotskit partinë. Këtu na ngatrova fare. Kështu ja morim. Kështu ja morim. Atë Azem Hajdari, Sali Berisha, Eduard Selami, Tritan Shehu, Lulzim Basha, Nkeleta Libej komanduar dhe Sali Berisha 2024 e këtej. Tani më jep një përkufizim për gjithë këta edhe për periudhën që e kanë. Tani Azem Hajdari, i pari. Azem Hajdari unë mendoj që e zgjodhen rrethanat dhe karakteri. Pra ishte i përshtatshëm në atë kohë, Partia Demokratike e Lëvizjes, Komiteti Provizor dhe ai ishte themelusi. Themelus nuk është vetëm Azemi, por themelusi ishte grupi që ju e dini intelektualëve që bën statutin e Partisë Demokratike, që bën programin. Po ai ishte u zgjodh kryetar. Por Azemi u zgjodh kryetari dhe është ndër themeluesit e Partisë Demokratike. Është ndër themelues. Sali Berisha nuk ka qenë themelus. Sa ndeti Azemi kështu Komiteti Provizor? Po disa muaj. Shumë pak. Tani Sali Berisha. Sali Berisha, për mendimin tim, ka qenë 91 deri në 92 ka dhënë, se u zgjodh president. Që nga ai momenti Jo, do ta themi që kur u zgjodh president, iku. Pastaj se çfarë bëri pastaj, do thuash te Eduard Selami ti pastaj te Tritan Shehu. Si është kontributi Sali Berishës? Unifikoi shtetin me partinë. Sali Berisha është me kontraste të forta në politikën shqiptare. Bukur e the këtë. Me kontraste shumë të forta është. Do të thënë, nga njëra anë është njeriu që e udhëhoi Partinë Demokratike, natyrisht kori një fitore në 92-shin, pothuajse plebiscitare, por më shumë se sa njerëzit votuan Berishën, votuan kundër regjimit komunist. Pra, edhe shumë të majt kanë votuar për Partinë Demokratike që të bëjë rotacioni. Keni parasysh u krijua ngërçi, fitoi Partia e Punës, erdhi sekretari i shtetit amerikan në Shqipëri dhe u desh pastaj t'i kërkojë Ylli Bufit të jepej drejtë. Merita ka Berisha? Atë jam duke thënë që ka merita sepse e çoi Partinë Demokratike në fitore, por thash nuk ishin vetëm sepse disa muaj më vonë, pas zgjedhjeve të 92-shit, do bën zgjedhje lokale në korrik të 92-shit. Dhe i humbëm zgjedhje lokale. Fitoi PS. Fitoi PS. Do të thotë që 4 muaj. Pse? Sepse pan tendencën. Cila që tendencë? Kish bërë një proçk tjetër. Proçk i themi na ndaj nga poshtë. Proçk, bukur. Çka kishte bërë? Po ju e keni parasysh që përjashtoi direkt u baj kongresi famëkeq. Në gusht i Partisë Demokratike që është thyrja e parë. Ajo është edhe linja që ndoi politike që ndoi që Berisha Ceka Gramos Pashko. Dhe fjalimi Gramos Pashkos ishte fjalim që diktoi, do të thënë, u bë motamo e curia, do të thënë, i ka dalë fjala siç e parashikoi. Siç e parashikoi ai deri në fund. Do të thënë, parashikoi që do të jetë një parti personale, autoritare,
e një lideri autoritarist dhe Partia Demokratike e tillë ishte Eduard Selami identifikoi shtetin me kryetarin. E identifikoi shtetin me kryetarin. Po patjetër. Eduard Selami. Edhe shtetin me partinë, se Berisha në moment që ishte president me gjep, e thatë ju, keni parasysh se çfarë bëri, ndërtoi një shtet paralel brenda, me shikun edhe me ashtu korrupsioni, pastaj u bë galopant, u kryuan firmat piramidale, u rrëzua që këtu duhet mbyllur karriera e zotit Berisha dhe duhet fillonte një histori e re politike. Ai ne nuk e lam. Po ju mbështetët. Ne mbështetëm, ata. Ti e ke mbështetur? Unë me shok e mbështetëm, se sidomos në jug, se në jug nuk e pranonin gjikun fare Berisha. Ti e mbështetur kështu me tani më thuaj, jo, mos kalojmë në Eduard Selami, një përkufizim, po shpejt lutem. Eduard Selami mund të ishte kryetari dur në rast se Berisha do kishte ndjekur rregulla demokratike dhe nuk do të punonte me strategjinë komuniste për ta përjashtuar Selamin dhe për të hedhur në dorë partinë që ta kthente ta identifikonte me veten e tij përjetësisht. Po si ka mundësi që këta të mirë të tillë nuk i miri kanë sukses. I miri ka limite. I miri ka limite. E kuptova. I keqi nuk ka limite. Tritan Sheu. Tritan Sheu ka pranuar gjithkohë si të bënte sozinë e Berishës. Ju keni parasysh kur ishte kryetar partie, i filloi dhe në gestikulacion imitonte Berishën kur fliste. Është një intelektual. Patjetër. Tritan Sheu, mimika e Tritan Sheut kur fliste ishte mimika e Sali Berishës, siç bën Flamuri sot. Tritan Sheu në atë Flamuri sot imiton Berishën. Shikoj, vure në një rre me kujdes. Se ti unë e kam parasysh që kur del Flamur noga të flasit, ti dëgjon vajzën duke i rënë pianos, nuk e kohë të dëgjosh Flamurin. Unë e di këtë gjë. Djalin, më fal. Tani Tritan Sheu është intelektual pa diskutim, por ai dhe Sali Berisha vijnë nga një shkuar puniste. Tritan Sheu ka qenë pa diskutim një nga njerëzit shumë aktiv në prishjen e kishave të xhamive, ka dokumentuar dhe i ka bërë një letër Enver Hoxhës natë. Jo, si i thoni tani ju këto, si thoni, si thoshit në 91. Jo, e kam thënë unë. Ti ke mbështetur në 97-ën? Jo, unë kam mbështetur Sali Berishën në 97-ën. Po edhe Tritanin pas. Ja, Tritanin unë e kam respektuar dhe respektoj. Po pra. Por ama gjëra duhet thënë siç janë. Ure pse se thatë atë ku duhesh? Njeri Irlandi, forca duash. Ure tani senator ai. Nuk të dëgjon njeri. Ai senator duash, zotëri, nuk të dëgjon njeri. Ka fol me jo vetëm unë, kam fol me qindra, i përjashtoj ai më ata që fol. Tani mbas Tritan Sheut erdhi prapë Sali Berisha, se unë se kam shkruar për efekt se kemi këtu. Mbas Tritan Sheut i pesti, por që Berisha ka mandatin tjetër, u kthye la presidencën dhe erdhi Sali Berisha. E kalojmë atë. Lulzim Basha tani. Se qëndrojmë një moment të Tritan Sheut që t'japin Çezarit atë që i takon Çezarit, 98-99 këta me Gens Pollon. Po. U erdhi vetë dia në ikën nga partia. Nuk ikën, i përzun. Mirë, janë dy gjëra të ndryshme. U mbylli të gjitha hapësirat Saliu, ndërtoi atë grupin se Saliu operon me forca paramilitare, si çdo autokrat më burr dhe në perëndim. Sa grupe armiqësore pas skandal. Forca paramilitare. Po si ka mundësi? Sepse kur autokracia prodhon njerëzit që duan lirinë, që kanë një lloj ndërgjegjë dhe raportin me lirinë, janë dhe të butë dhe largohen, nuk qëndrojnë aty të luftojnë. Gabimi ka qenë që duhet të qëndrojnë aty të luftonin. Po dhe Tritan Sheu në atë periudhë me Gens Pollon ka qenë momenti më i mirë në politikën e tyre, sepse u bë i qartë. Ju e dini, thënia lapidare e Tritan Sheut është që komunistët thotë edhe kur humbasin, edhe kur e kanë gabim, thonë që gjithmonë fitojmë ose kemi drejt. Dhe kish fjalën për Sali Berishën në vetë parë. Tani kjo thënie Tritan Sheut ka ngelur dhe sot, është e pikë. Okej, iku ajo, Lulzim Basha, era 8 vjet, 9 muaj. Lulzim Basha, do me thënë, duhet të ishte një I mori veset Sali Berishës. Do e me premtime të mëdha që do ndryshojë. I mori veset, ë? Ja mori veset. Do të thënë I prandaj pas e mbështetur. Kush? Ti. Unë kam mbështetur vetëm, ta kam thënë, kemi bërë edhe një herë debat tjetër, unë kam mbështetur vetëm institucionin. Pra, nuk isha pro Lulzim Bashës si individ, se s'kam qenë kur ai ishte, unë kam kërkuar dorëheqjen tash edhe një herë në datën 26 në mëngjes kam kërkuar dorëheqjen e tij. S'kisha asgjë personale me të, por humbi zgjedhje dhe duhet të largohet, është normë, duhet të futet normë. Dhe ky tha, unë vi si lider perëndimor, po unë zgjedh do largohem, tha Basha. Apo jo. Unë do bëj një parti demokratike të hapur dhe mbështetur në meritokraci dhe çfarë bëri? I çonte listat për deputet dhe për kryetarët e bashkive në sekondat e fundit bile kur kishte kaluar dhe koha. Dhe nuk I bënte ato siç konform statutit dhe rregullave dhe premtimeve që kishin mbajtur. Pra, mori të njëjtat vese si Sali Berisha. Për mos thënë, ai justifikohet më vonë dhe thotë që mua s'më lindte Berisha dhe vendimet e mëdha thotë. Po tani s'më lindte Berisha. Mirë, ai kështu thotë. Vendimet e mëdha thotë I kanë marrë mendikimin e Berishës. Me unë po them këtë ty pastaj. Ti dash besoj, dash mos e beso. Vendimet e mëdha për djegjen e mandateve, daljen e Partisë Demokratike nga zgjedhjet lokale dhe të tjera vendime I ka marrë me Sali Berishën.